Mbrëmjen e së hënës, një 5 vjeçar është dërguar në gjendje të rëndë shëndetësore në qendrën e mjekësisë familjare në Lipjan. Aty nuk u dërgua nga prindërit, por nga një familjar tjetër. Kjo për shkak se pikërisht prindërit janë të dyshuarit që e sollën fëmijën në atë gjendje. Ka qenë në gjendje mirë për sa arsye kanë referuar për trajtim të mësishtëm në qendrën klinike universitare Prishtinë. Ka sjell vendimin kom. Edhe kanë referuar për trajtim të mësishtëm në bazë të raportit që i ka shkruar doktor Aishat. Kanë referuar i ka djali Hallës sa e ka sjell në bazë të anamnezës që ka marrë, jo prind. Krasniqi thotë se 2 prindërit e fëmijës janë me probleme të shëndetit mendor, ndërkohë që tashmë janë në masën e ndalimit policor për 48 orë. Tashmë fëmia është duke u trajtuar në klinikën e pediatrisë në QKUK, teksa nga ky institucion thanë që përveç lëndimeve të rënda në 2 shputat e këmbëve, 5 vjeçari ka qenë edhe i keq ushqyer. Në momentin e pranimit, fëmia ishte në gjendje të rënduar shëndetësore me shenjat të hipotrofisë, me dyshim për keq ushqyerje dhe me vështirësi në komunikim. Menjëherë pas pranimit në emergjencën qendrore janë realizuar konsultat nga kirurgu plastik dhe pediatri, të cilët kanë rekomanduar hospitalizimin urgjent në klinikën e pediatrisë, repartin e kujdesit intenziv pediatrik për trajtim dhe monitorim të mëtejmë, duke pasur parasysh dyshimet për keq trajtim të mundshëm të fëmijës, janë njoftuar organet kompetente përfshirë policinë dhe shërbimet sociale në përputhje me procedurat dhe detyrimet ligjore për mbrojtjen e fëmijëve. Ndërkohë në prokurorinë themelore të Prishtinës thanë se prindërit janë arrestuar për 2 vepra penale, atë të shkeljes së detyrimeve familjare si dhe lëndim i rënd trupor. Në qendrën për punë sociale në Lipjan përmes telefonit kanë konfirmuar për televizionin Dugagjini se tashmë kanë marrë nën përkujdesje dhe 6 fëmijët e tjerë dhe se të njëjtit ishin në dieni për problemet shëndetësore të çiftit, por se nuk dhanë asnjë detaj pse nuk kanë reaguar më herët.